Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 11. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, Nikolinja, ka në një intervistë për Radio Kosovën, ka deklaruar se një trend i veçantë i periudhës së fundit është se Kosova është bërë investitori më i madh në Shqipëri. Sipas tij, kjo ka quar në rritje të ndjeshme të investimeve direkte, duke shfrytzuar potencialin e tregut shqiptar në sektor si pasuritë e paluajtshme, ndërtimi, energjia dhe turizmi. Ja ka deklaruar se kjo është bërë e mundur pasi janë aplikuar lehtësira doganore, njohja reciproke e dokumenteve dhe standardeve industriale si dhe masat për thjeshtimin e procedurave që kanë ndihmuar në reduktimin e barierave për tregti. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se vetëm për 3 mujorin e tretë të vitit 2025, investimet nga Kosova kanë arritur 90 milion euro, 4 herë më shumë se një vit më parë. Rrugët në rajonin e Ferizajt, përfshirë edhe Kaçanikun, Shtimën, Shtërpcën dhe Hanin e Elezit janë kryesisht të kalueshme për qarkullim. Sipas Policisë së Kosovës, i mbyllur për qarkullim mbetet aksi rrugor Ferizaj-Gjilan, konkretisht segmentit e fshatit Sojev për shkak të grumbullimit të ujit në rrugë. Automjetët që qarkullojnë në këtë drejtim udhëzohen të shfrytëzojnë rrugën alternative Ferizaj-Mirosal, Gjilan dhe Anasjelltas, ndërkaq rrugët në përfshatra janë të kalueshme, por qytetarëve u rekomandohet kujdes i shtuar gjatë qarkullimit për shkak të sasisë së madhe të borës dhe kushteve të vështirësuara atmosferike. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, ka bërë të ditur se qytetarët duhet të respektojnë sinjalizimin rrugor dhe të përshtatin shpejtësinë e lëvizjes me kushtet aktuale të rrugës. Ndërkohë, Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka bërë të ditur se si pasojë e rreshjeve të shiut dhe borës në rrugët që dërgojnë në pikat kufitare Pej, Kull dhe Prishtinë, Mutivod, janë të kalueshme por me vështirësi. Sa u përket pikave të tjera kufitare, situata është e mirë dhe automjetet po qarkullojnë pas një problem. Gjithashtu, Qendra për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se nuk ka pritit e gjata në asnjë pikë kufitare. Policia e Kosovës njofton se brenda 24 orëve janë regjistruar 48 aksidente trafiku, 22 me të lënduar dhe 26 me dëme materiale. Sipas policisë, gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar mbi 1000 gjoba në trafik. Gjithashtu, gjatë 24 orëve, policia ka arrestuar 15 persona për vepra të ndryshme penale, 14 prej tyre janë dërguar në mbajtje, ndërkaq një në vuajtje të dënimit. Në Gjilan, sot fillon manifestimi tradicional Flaka e Janarit, që i kushtohet për kujtimit të veprës dhe sakrificës së Recep Malës, Nuhi Berishës, Kadri Zekës dhe figurave kyçe të rezistencës kombëtare shqiptare. Njoftimin për fillimin e këtij manifestimi e ka dhënë kryetari i Gjilanit Alban Hyseni, i cili ka shkruar në Facebook se edicioni 35 i këtij manifestimi përmban shumë aktivitete përkujtimore dhe kulturore në nderim të dëshmorëve tanë. Flaka e Janarit konsiderohet një nga manifestimet më të rëndësishme kulturore kombëtare në Kosovë dhe mbetet një simbol i përhershëm i përkushtimit për liri dhe identitet kombëtar.